Sot në studio kemi kënaqësinë edhe të mirëpresin një nga emrat më të njohur të letërsisë së kulturës shqiptare. Një grua që për 4 dekada i ka qëndruar besnike fjalës së shkruar, arsimit dhe të promovimit të vlerave tona. Poetja, shkrimtarja, profesoresha dhe kryetarja e shoqatës shkrimtarëve Oneum, Sadia Aliti. Ajo së fundi u nderua edhe me Akademinë Jubilare, 4 dekada në 2 shekuj veprimtari, një vlerësim që pasqyron rrugëtimin e saj të pasur krijues dhe kulturor nga fundi i shekullit të kaluar e deri më në ditët e sotme. Njëkohësisht u vlerësua edhe me çmimin Selim Ramazani, duke konfirmuar edhe një herë kontributin e saj të çmuar në letërsinë, kulturën dhe identitetin ton shqiptar. E sot do të flasim për rrugtimin e saj të jashtëzakonshëm, sfidat, sukseset në jetë të kushtuara artit të fjalës, për aktivitetet e shoqatës, po ashtu edhe për vetë atë dhe normalisht lodhjen e saj ndoshta emocionale, fizike dhe padyshim asaj psiqike. Zonja Sadie, faleminderit që pranove ftesën të jeni pjesë e emisionit ton. Jeni gjithmonë, i keni dyert të hapura, po e dim se keni pas shumë angazhime për të cilat do flasim, po që faleminderit sot kam shumë der dhe shumë kënaqësi që ju kam pranë. Faleminderit shumë për fjalët e bukura, faleminderit për konsideratën, ndjes për pamundësinë që deri më sot jemi prezent në studiot e programit të gjuhës shqipe dhe të radio-televizionit të Maqedonisë. Është nder dhe kënaqësi. Të gjitha këto që ju kemi ftuar dhe nuk keni ardhur, i keni larë me këto çmime që i keni marrë, me arritje që i keni bërë, kështu që padyshim ndoshta edhe ka qenë më mirë që s'keni ardhur sepse kemi sot më shumë të flasim, ë? Jo se s'ka qenë dëshira për të ardhur. E di, për ata ndoshta më mirë që nuk u bë, se sot kemi pak më shumë hapësirë të flasim për më shumë gjëra. Pamundësia kohore është ndonjëherë pengesë, por çdo herë faleminderit për konsideratën gjithë kolegeve tuaja, edhe se mund të them kolegeve mia, se edhe unë njëherë një pjesë bukur të gjatë kam qenë pjesë e këtij zhanri të informimit. Për herë është nder dhe kënaqësi dhe falenderoj që e çmoni dhe e vlerësoni këtë aktivitet që bëj unë, por edhe të gjithë të tjerët, sepse këtu janë prezent, këtu ka vend dhe hapësirë çdo herë kultura dhe arti, dhe veçanërisht aktivistët e kulturës dhe të artit. Patjetër. Do ndalemi te 4 dekada në 2 shekuj veprimtari. Një titull që tingëllon sa simbolik, aq edhe historik. Çfarë peshe ka për ju? Kur të flasësh, të përmendesh 2 shekuj dhe 4 dekada, duket shumë, po është një rrugëtim goxha i gjatë edhe i vështirë, sepse unë kam filluar shumë herët. Do të thotë ka qenë kështu më thënë vjeshta ose nëntori vitit 1986 kur unë botova poezitë e para. Pastaj ishte marsi i vitit 1987, kur morë edhe çmimin e parë. Kryesisht këto botime në flakën e vllazërimit, në revistat e kohës që ishin për nxënës dhe të rinj, Gëzimi Fatosi, por edhe Shkollari. Dhe për të vazhduar pastaj me gazetari në vitin 1991, me artikujt e parë të botuar, do thotë ne pa filluar studimet, dhe një rrugëtim që vazhdoi deri më sot, vitin 1996 shënoi edhe botimin e parë të librit tim me poezi Koha Blu. Një rrugëtim Fiks 30 vite. Fiks 30 vite, një rrugëtim i gjatë, me shumë suksese, por me shumë mund, me shumë sakrificë, me shumë sfida, me shumë barikada, me shumë bariera, por mbi të gjitha me dashuri për punën dhe kjo ju nuk ju ka ndaluar sigurisht. Me dashuri, me përgjegjësi, me përkushtim dhe me një vullnet. Po. Biseduam për një rrugtim të gjatë, një rrugtim që edhe e tham vetë tingëllon si shumë vite. Sigurisht keni ndryshuar, jeni ndërtuar, jeni realizuar me kohë dhe kur e shihni veten sot dhe e imagjinoni dhe e paramendoni mbyllni sytat Sadien e fillimeve të para, çfarë ndryshimi të madh vreni? Që ka sjell koha normalisht. Sigurisht është një rrugëtim shumë i gjatë, sepse në faktikisht krahas shkrimeve unë e shtrira fush veprimtarin tim edhe në shumë segmente të tjera shoqërore që ndoshta ishin edhe diktimi i kohës. U inkuadrova në sektorin qytetar, veçanërisht në organizimet e organizatave të grave, që kishin një
për kushtim shumë të madh veçanërisht për arsimimin e femrës shqiptare, për ngritjen e nivelit dhe përfshirjen e femrës shqiptare në shkollim. Do të thotë, unë isha ndoshta edhe në zonën e shkollës së mesme kur u inkuadrova në këto forume të grave për formimin e degave, nëndegave, në shumë fshatra të Malësisë së Tetovës, në shumë fshatra dhe qytete tjera të shqiptare në Maqedoni. Pastaj erdhi lufta e vitit 1999, lufta e Kosovës, lufta e Maqedonisë, ku isha edhe përfshirë si gazetare, ndoshta ndër ato të parat që i inkuadrova të raportoja nga këto vende. Aty lindje e nevoja që unë të angazhojmë edhe në sektorin e bamirësisë, të humanizmit, me organizatën humanitare El Hilal, 25 vite. Shumë aktivitete, shumë manifestime, donacione humanitare në kohën e krizës, edhe pasaj ndërtimi i shtëpisë, i dy shtëpive të dëshmorëve në fshatin Sels, ndoshta ku isha dhe si përgjithëse atij komisioni për të ndërtim, me shumë donator, me shumë bamirës, me shumë aktivist, me shumë vullnetar. Pastaj puna ime në arsim që nga ditët e para të diplomimit, do të thotë ka qenë një rrugëtim paralel në shumë sfera që normal se ka kërkuar edhe shumë mund nga ndonjëherë kur analizohet e tërë kjo dhe kur shfletohet. Ju besohet se kjo ka qenë? Ndoshta dalë edhe nga vetë se kam qenë unë ajo që i kam realizuar të gjitha, kur shoh se të unë gjithçka është arkivuar, me mirënjohje, me falënderime, me çmime, me botimet e gazetave, me gjithçka është arkivuar dhe kur hapat arkiv timin, them... E nuk ka fund, më duket. Ndoshta s'kam qenë unë. Biseduam se ky rrugtim i gjatë ju ka sjellur edhe jashtëzakonisht shumë sfida, shumë peripeti, shumë momente të ndryshme, të cilat ju me vetë dëshirë keni pranuar që të jeni pjesë e aktiviteteve të ndryshme. Ju a mendoni personalisht se një krijues ndërtohet nga çmimet dhe sukseset apo nga sfidat dhe këto momente të cilat ai i kalon gjatë të gjithë karrierës dhe jetës së tij? Tani, çmimet, mirënjohjet, falënderimet, se i përmendëm pak më herët, po. Sigurisht se kanë vlerën dhe rëndësinë e tij, por nëse analizohen rrethanat dhe format, mënyrat se si arrihet deri te ato, është një temë tjetër e diskutimit. Por mbi gjitha vullnetin, mbi gjitha talentin dhe dhuntin që e ke dhurat nga Zoti, nuk mund të ta marrë askush, ndoshta në ndonjë çmim dikund mund të të vlerësohet. Puna mundi, mund të të vlerësohet poezia, dikund mund mos të vlerësohet, por... Nuk duhet dorëzuar? Sigurisht se jo. Sigurisht se jo, sepse vetimi, më thonë, besimi në vete, mbështetja për krahja rreth pare familjarëve, e miqësisë, e kolegëve, e bashkëpunëtorëve, janë motivues dhe nxitës për të vazhduar atë rrugëtim, sepse sigurisht se ka pasur shumë sfida, ka pasur shumë momente të vështira që është dashur të kalohen, sepse unë kam qenë ndoshta në mesin atyre gjeneratave të para që është dashur të çaj shumë rrugë, të thej shumë tabu, sepse unë kam jetuar dhe vepruar në Tetov, ku edhe sot e kësaj dite jetoj dhe veproj. Të jesh aktiviste, të punosh në arsim, të jesh gazetare në Tetov, të bësh shumë punë, një aktivitet humanitar, në gjithë kjo të ndodhe në mesin e Tetovës nuk është edhe aq e lehtë, është shumë e vështirë, ka pasur momente kur ndoshta në ato fillimet e rrugëtimit tim, kur shumë njerëzit nuk të shihnin me njësi ndryshe, një vajzë e re që vishe nga fshati, të bëj cërat ato punë, ato aktivitete, po ndoshta të është përplasur edhe dera në fytyrë, je larguar me lotësive, por asnjëherë asnjëherë nuk u dorëzuat. E pa përkulur, e pa dorëzuar, më thonë për herë me përgjegjësi, me punë, me dashuri, me vullnet. Të tjerët janë gabim. Ato barriera dhe ato sfida janë te i kaluar. Tani, kush ka qenë gabim, kush ka pasur fajet, është çështje tjetër, por mbi gjitha suksesi është... Ju e keni arritur atë që e keni ndërruar, po. Dëshmon atë përkushtim dhe atë qëndrueshmëri. Pikërisht, suksesi juaj edhe në akademi u fol shumë për kontributin tuaj, për letërsi, arsim, gazetari, kultur, këto të gjitha që i përmendëm deri më tani. Në cilin rol
e gjeni veten më së shumti? Shpesher më bëhet kjo pyetje. Pasi janë disa punë që Sigurisht diçka ju flet më shumë. paralele kanë shkuar, unë sigurisht se veten më tepër e kam gjetur në gazetari, kur kam punuar, sepse ka qenë një profesion shumë sfidues, por kanë qenë rrethana dhe mënyrat e kohës që unë dash të përcaktohem, edhe në arsim, do të thotë edhe në arsim e gjej veten, pasi po afrohen gati 3 dekada që jam aty, puna me nxënës, puna në arsim është një mision fisnik, është një mision human. E ka një magji. E ka një magji dhe është një përgjegjësi, është një përkushtim, por kur sheh rezultatet, kur sheh arritjet e nxënësve, ish nxënësve të tu, sikur edhe ti ndjehesh krenar dhe ndjen një pjesë të vetes. E ndjen si arritje edhe të ndën, apo se kam ndihmuar që një person ta gjejë ëndrrën të realizohet dhe të e ndjen, më thënë, sikur e sheh edhe një pjesë të suksesit tënd. Patjetër. Patjetër. Gjëra tani nuk po shihen më me thellësi, më shumë me shpejtësi. Sa është e vështirë të mbetet njeriu besnik fjalës artistike, ku tani gjërat më shumë po te kalohen se sa po ndihen? Po tani zhvillimi ekonomik, zhvillimi teknologjisë dhe ndryshime shoqërore e kryen punën e vet, por një gjë është e vërtet që i mbijeton të gjithave vlera artistike. Çdo gjë që ka vlerë, çdo gjë që ka pesh i mbijeton çdo kohë dhe çdo mos them stuhie, po çdo ndikimi shoqëror. Sepse tani ne duhet të jemi pjesë e këtij trendi të zhvillimit të teknologjisë, ndoshta, por edhe aty kërkohet vlerë, edhe aty kërkohet përkushtim, se mbi gjitha edhe atë zhvillim teknologjik duhet dora e njeriu dhe truri i njeriu ta urdhërojë. Në fund të ditës, po. Akademia e folëm se keni një arkiv të cilin ju e mbani si dëshmi për veten tuaj, për punën që e keni bërë, se ndonjëherë edhe i harrojmë gjërat kur kemi aq shumë aktivitete. A ju bëri kjo akademi ta shikoni ndryshe edhe trashëgimin që ju po e lini pas? Akademia e Jubileut ishte edhe organizuar në patronatin e komunës së të artës, kryesisht të kryetarit të saj, zotri Daud Memishi, një përkushtim dhe një përkrahje dhe mbështetje e vlerave kulturore të kësaj komune, por ajo ishte ide dhe organizimi ishtë nxënësve të mi, që ata dikur kanë kaluar në përduart e mia dhe krejt aktiviteti thuaj se u realizua me anëtarët që ishin nga komuna e teatrit, do të thotë si nga përbërja muzikore, do thonë Ardita dhe Arsim Sinani në pika muzikore që sollën. Ishin aktorët e teatrit të Tetovës me Elmir Sejfullahun që përgatitën një recital jashtëzakonisht të bukur. U përsollën në gitarën nga maestro Jeton Pustina. Kishim edhe një poezi e imja, e shkru, më thënë, poezi lirike e dashurisë, që këndohet në trevën e Tetovës, më thënë, mua më që zakonisht është kënduar në përdasma, në netët që kam pasur të bëjnë me të ri, mua më nxiti dhe më inspiroi që unë ta shkruaj një poezi me motive popullore, Mishkele, dhe ky tekst i poezisë u bë këngë, u përpunua në këngë dhe u interpretua nga doajenët e folklorit shqiptar të trevës Pollogu dhe të Tetovës, vëllezrit Idajet dhe Jashar Sejdiu, pastaj pati një përpunim muzikor i Barreshës nga nipi im, Durim Aliti, që është antar i shoqërisë kulturore artistike Jehona Emalsis Sharit, pati një video prezantim të disa nga çmimeve më kryesore të arritura, të promovimeve të mia letrare në Maqedoni, në hapësirën shqiptare, në disa qytete të Evropës, po edhe në kontinente të ndryshme, sepse vitin e kaluar unë bëra një promovim në Dallas të Teksasit të Amerikës, një rrugëtim goxha i madh dhe goxha i gjerë dhe kretë kjo u kurorëzua me një botim të librit që është, më thënë, është një tip antologjie që janë të përmbledhura poezitë e mia të përkthyera në 25 gjuhë, po këtu janë në 21 gjuhë të përkthyera, në shqip dhe në gjuhët të tjera, që t'ju dhujepet si dhuratë të gjithë pjesëmarrësve në akademi, se ka pasur për 130-140 persona që ndoshta salla e teatrit. Po me aq aktivitet të mbushur dhe të pasur. E vogël për t'i përfshirë të gjithë, ka pasur njerëz që kanë qëndruar dhe në këmbë, ishin njerëz që ishin prezent
pati edhe shumë njerëz cilët konfirmuan ardhjen bashkëpunëtor të mindër vite që nuk ishin prezent, por ne vazhdojmë me cimë të tje në dekadën e radhës. Në dekadën e radhës, pak para se të futemi edhe tek aktivitetet e shumta edhe të shoqatës, dua edhe për çmimin Selim Ramadanit të flasim pak. Është një çmim të cilën kësaj radhe... Të vite morët. Po, këtë vit. Është një aktivitet letrar që disa krijues nga Shqipëria e realizojnë në Bashkuj Poezia dhe ata thënë në prill, në bashkëpunim me familjen e Selim Ramadanit, konkretisht me motrën e tij, zonjën Hasie Ramadani, u organizua një ceremoni jubileu në bashkëpunim me shoqatën, edhe këtë çmim e ndanë, më thonë, organizatorët nga Shqipëria, sepse ky çmim jepet edhe në Shqipëri, dhe për mua pak ishte befasi që u pikrisht të dekoroheni, po. Të dekorohem me këtë çmim dhe juria ishte përcaktuar për emrin tim, por sigurisht është edhe një nder dhe një kënaqësi e veçantë, sepse vepra e Selim Ramadanit është si krijues, si aktor, ndër të parët në rajonin e Tetovës, sigurisht se ka peshën dhe vlerën e vet, që pas një periudhe goxha të gjatë del në sipërfaqe dhe njerëzit që ndoshta nuk e kanë dëgjuar emrin e tij, po tani aktivitetet promovuese, botimet e librave që na bëjnë që ta dimë për familja e tij janë më thënë dëshmojnë për këtë aktor dhe sigurisht se për mua është një nder dhe po ta kishim sot të gjallë të ndjerin, si do i afroheshit me faktin që u dekoruat me çmimin në emrin e madh të tij? Po tani sigurisht se do të ishte ai do të kishte pasur fatin që të jetonte pak më gjatë, sigurisht se do të kishte dhënë edhe më shumë kontribut, edhe më shumë aktivitete dhe sigurisht për qytetin e Tetovës në sferën e aktrimit dhe në sferën e artit, sigurisht se do të kishte dhënë edhe një kontribut shumë më të madh. Sigurisht se vlera dhe puna e tij për ne që dekorohemi me këtë çmim, sepse ky çmim është ndarë dhe për disa krijues dhe për disa veprimtarë në Maqedoni, Kosovë dhe në Shqipëri, është një nder dhe është një vlerësim i veçantë. Juve jeni një zonjë e hekur, do kisha me thënë, e cila nuk ndaleni në shumë sfera që kanë të bëjnë me kulturën, me tonë. Jeni edhe kryetare e shoqatës së shkrimtarëve Oneum. Dhe aty keni shumë aktivitete të cilat nuk ndalen, po sigurisht i keni vendosur vetes një vizion dhe shoqatës. Cili është ai? Me shoqatën e shkrimtarëve Oneum kemi realizuar shumë aktivitete. Festivalin Krijuesit e Rinj që u realizua në 4 etapa, bashkëpunimi me shoqatat e tjera të shkrimtarëve si në Prizren, një aktivitet që u realizua në shtatorin e vitit të kaluar, në shkurtin e këtij viti që e realizuam me shoqatën e shkrimtarëve në Viti, aktiviteti i fundit që ishte jashtëzakonisht mirë dhe bukur i realizuar, vizit në shkollën fillore dhe në shkollën e mesme në Resnjë, pikërisht për nxënësin mësim në gjuhën shqipe. Realizuam një aktivitet bashkëpunim me nxënësit krijues dhe grupin recitues të këtyre shkollave, me profesorët e gjuhës shqipe, një pritje jashtëzakonisht e mirë në shkollën e mesme në Resnjë nga drejtoresha dhe nga tërë stafi organizues me krijues të kryesinë e shoqatës së shkrimtarëve, krijues që janë antarë të shoqatës dhe departamentin e të rinjëve që janë kryesisht krijuese të reja, që janë në klasa e 8 e 9 e shkollës fillore dhe shkolla e mesme, ndoshta tani me disa prej tyre dhe kanë nisur rrugëtimin e fakultetit, por krijuese të cilat tani kanë edhe vepra të botuara. Sigurisht na pret një verë, një bashkëpunim me komunën e Tetovës për aktivitetet verore dhe vjeshta me aktivitete dhe përgatitje të tjera. Aktivitete. Sa është e rëndësishme që shoqatat letrare të mos mbeten vetëm institucione ceremoniale të cilat kremtohen për vjetore, po kështu të kenë lëvizje aktive të cilat janë kulturore dhe janë për të mirën e të rinjve. Këtu duhet të kërkohet pak më shumë llogari dhe përgjegjësi nga institucionet lokale dhe qendrore. Sepse gjithçka në bazë të vullnetit të mirë dhe dëshirës për kulturë dhe art
kërkon edhe një mbështetje. Nëse qyteti, tani në këtë rast i Tetovës, për ndonjë qytet tjetër, ose vetë Ministria e Kulturës, ose vetë ata që bëjnë politikën në Maqedoni, shohin se ka organizime, ka aktivitete, duhet të përkrahen dhe të mbështeten. Ne gjithë këto aktivitete në vitin 2025, gjysma e 2026, ne i kemi realizuar me mjete shumë minimale. Për një festival të vitit e kaluar, Ministria e Kulturës në ka ndarë 40.000 denar. Për këtë vit s'kemi asnjë një projekt të kaluar në Ministrinë e Kulturës, kemi një projekt vetëm për revistën Plejada, që është një shumë 70.000 denar, që se dje do të mund t'imbulim edhe shpenzimet e shtypit. Na ka përkrahur pak komuna e Tetovës për tërë këto aktivitete. 12 muaj ka viti dhe shoqata shqiptare VOE-NUM realizon 16 aktivitete me, të them, me mjete shumë minimale. Këtu është një vullnet, një bashkëpunimi antarëve të kryesisë, antarëve të shoqatës, mbështetëve të institucioneve, sepse tani... Po pse mendoni se nuk ekziston mbështetje institucionale, se nuk e vlerësojnë kulturën, artin e përgjithësi, apo se janë të drejtuar mbështetjet dikun tjetër? Ndoshta përgjigja duhet të kërkohet të ata që i ndajnë mjetet financiare, ne puna jonë... Bëju kërkesa bëni, sigurisht. Po, sigurisht se kemi bërë kërkesa, puna jonë është publike, është tani falë rrjeteve sociale dhe internetit, gjithkund është prezente dhe ne do të vazhdojmë që të organizojmë dhe të realizojmë aktivitete dhe projekte të tjera, do vazhdojmë që të bëjmë projekte dhe të drejtojmë të ato institucione që i mbështetin këto projekte kulturore, po tani sa do të jetë përgjigja pozitive është çështje tjetër. Pak para fundit dua të pyes për të rinjt dhe vizionin tuaj për të ardhmen e Oneumit. Çfarë roli kanë të rinjt tek ju? E shoh se në fillim kur i thatë aktivitetet, në çdo fjali ishte të rinjt, i jepni hapësirë sa më shumë e shoh të rinjve. Po, sigurisht se Departamenti i të rinjëve dhe i pranë shoqatës funksionon gati 7-8 vite. Dhe veç prezenca e tyre, dëshira e tyre për të qenë pjesë e këtyre aktiviteteve është një udhërrëfjes i mirë, sepse ndoshta Tetovës, por edhe më gjerë letërsisë dhe kulturës shqiptare, nesër ndoshta do t'i jepet një emër i cili do të dëshmojë dhe do të sjellë vlera. Ashtu siç kemi trasuar ne rrugën e krijuesve tetovar para nesh që kanë qenë, trasojmë ne, do të vinë pas nesh edhe gjenerata të reja, sigurisht ato tani ndoshta e kanë pak më të lehtë, sepse kanë ndryshuar kohërat dhe mënyrat e veprimit, dhe nga gjeneratat e mesme, gjeneratat e reja shihen me një sy ndryshe, janë më bashkëpunëtor që ndoshta ne në kohën tonë pak më të vështirë kemi pasur, shoqata ndoshta nuk ka mundësi financiare që të mbështet krijuesit e rinj, por përkrahja morale, përkrahja profesionale atyre çdo herë është dhënë dhe asnjëherë s'ju ka munguar. Atëherë ju lumt për këtë punë dhe në fund dua ta përmbyllim me një pyetje. Pas 4 dekada shkrimtarie, ka një ëndër artistike që ende nuk është realizuar nga ana juaj? Ëndrat asnjëherë nuk mbarojnë, ëndrat asnjëherë nuk përfundojnë, çdo e nesërme e sotshme dhe e nesërmja është për herë me një ëndër që ndoshta ke dëshirë që ta realizosh. Unë mendoj që ta vazhdoj krijimtarinë time, të bëj promovime artistike edhe në qytetet e tjera, në të cilat jemi në projekte që janë në vazhdimsi, janë biseda dhe bashkëpunime. Është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë, sepse mungon përkrahja institucionale, mungon përkrahja shtetërore, do të kisha thënë, unë veç këtu mund ta veçoj, kishim një projekt, sepse libri im është përkthyer edhe në gjuhën serbe, me ambasadën e Shqipërisë në Beograd, të bëjmë dhe përgjigja më kthye. Nuk mund të shfrytëzoni hapësirat e ambasadës sepse nuk keni pasaportë shqiptare. Por ky projekt unë mendoj se do të realizohet një ditë dhe ai promovim do të bëhet atje. Nuk dyshoj në këmbgulsinë tuaj. Do të shohim forma dhe mundësi të tjera, por edhe vetë hapësira e zhvillimeve politike në rajone dhe më gjerë ndoshta edhe ti dikton dhe ti ngadalson disa gjëra, por ndoshta projektet sigurisht do të jenë në prizmin për të realizuar, të vazhdojmë me botime,
të vazhdojmë edhe, ndoshta t'i kthehemi edhe prozës. Pse jo? Atëherë ju presim ne në studio me aktivitete tjera, padyshim edhe me arritjet e radhës. Unë ju faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit ton dhe ju urojmë jashtëzakonisht shumë suksese edhe një herë në mënyrë të drejtë për drejtë për arritjet tuaja. Deri më tani. Faleminderit për hapësirën që na ndani çdo herë. Uroj që të takohemi edhe në suksese të tjera. Faleminderit. Patjetër. Ne miq të dashur do shkëputemi shumë shkurt me një pikë muzikore, derisa ta mirëpresim edhe mysafirin tjetër në studio, edhe me të cilin do flasim për një krimtari po ashtu shumë të gjatë të tij dhe normalisht do e kremtojmë këtu edhe suksesin e tij 35 vjeçar artistik. Shkojmë me një pikë muzikore.